Përshëndetje gjithëve, unë jam profesor Keti e tani do t'ju tregoj si të rregulloj mjekrën në mënyrë perfekte. Hajde të realizojmë së bashku. Si fillim do bëjmë vizimin e serës. Nëse klienti e do shumë poshtë mjekrën, serën do e bëjmë më poshtë. Nëse klienti e do më lart serën. Gjithmonë duhet të orientohemi me një pjesë të veshit. Pasi bëjmë serën, tani do bëjmë serë pikë 5, që është makina me levën hapur. Pasi bëjmë serë pikë 5, shkrim edhe visën, tani është radha e nishit. Hapim levën që e bëjmë 1.5. Pasi bëjmë nishin e hapur dhe nishin e mbyllur, tani do përdorim ndërmjetësuesin e vogël. Pasi bëjmë ndërmjetësuesin, i përshtasim të pjesën e nishit të hapur mbyllur dhe pjesën e gjatësisë me kërë dhe makinë. Gjithashtu do i drejtojmë pak edhe pjesën para, domethënë do e kontrollojmë. Pasi mbarua me pjesën e drejtjes, tani është radha e vizimeve. Si fillim do të bëjmë vizimet me makinë, pastaj do e pastrojmë me brisë.
Shpresoj t'ju ketë pëlqyer kjo video, mos harroni të na bëni like, subscribe dhe share në kanalin tonë të YouTube, gjithashtu e follow në rrjetet tona sociale. Ciao ciao.